Mbrëmjen e djeshme në ekranin e Top Channel u transmetua programi më i njohur i humorit, Portokalli. Ashtu si çdo të diel para programit, moderatorja Kiara Tito ka zbuluar lookën e saj, ku si gjithmonë vjen e veçantë dhe shumë e bukur. Moderatorja është veshur me një fustan të kuq elegant, që i tregon shumë bukur linjat trupore dhe duket një zonjë e vërtetë. Krahas fotove të postuara në Instagram, Kiara ka zbuluar se ajo ka patur një vizitor special në prapaskenën e Portokalli. Dhe kush mendoni ju se ishte? Partneri i saj, këngëtari i njohur dhe fituesi i Big Brother VIP 2, fenomeni Luis Eili. Çifti ka realizuar disa foto, 2 prej të cilave Kiara i ka publikuar në Instagramin e saj, ku duken tepër elegant. Kujtojnë se Kiara dhe Luisi vazhdojnë të mbeten një ndër çiftet më të komentuara, por edhe të dashura për publikun shqiptar.